Familja Gashi ka hapur dyert e mortit dhe vështirë është të gjesh fjalë për t'i ngushëlluar, sepse dy veta humbën jetën brenda një dite. Përpos historisë së dashurisë mes dy të rinjve, që përfundoi tragjikisht, pikpyetje të mëdha u ngritën për 70 vjeçaren që humbi jetën, të cilën Ardita e kishte nusën e Xhaxhait. Ishte një veprim në nerva e sipër apo i mirëmenduar? Ajo që u zbulua së fundmi ka nxjerrë detaje të reja rreth kësaj çështje të mbuluar me mister. Burime pranë familjes bën me dije se Arditën me të dashurin e kishte prezantuar nusja e Xhaxhait, pasi ajo i kishte familjar. Me mendimin e mirë për ta bërë çiftin bashk, ajo i kishte prezantuar para 4 vitesh. Edhe pse nuk kishin hyrje dhe dalje familjare, dihi që çifti ishte në njohje. Në këtë pikë, hetimi ka marrë një tjetër kthes, sepse mendohet që veprimi i 31 vjeçares ndaj nusës së Xhaxhait ka ardhur pasi ajo është ndarë nga partneri. Kur ajo e kuptoi se kjo marrëdhënie kishte marrë fund, kreu veprimin fatal ndaj partnerit, nusës së Xhaxhait dhe ndaj vetes së saj. Edhe pse 70 vjeçaria është nisur për të bërë një të mirë, duket se kjo gjë ju kthye në mënyrën më të keqe të mundshme, duke përfunduar në një tragjedi.